parë e bëra për motrën, herën e dytë për një mision të shenjtë dhe për para. Herën e tretë për më shumë para, po misioni mbetet i njëjtë. Nuk ka ndjesi më të bukur se sa të japësh barkun me qera për një bebë që do gëzon një çift që mezi e kanë pritur si moment, po fati nuk i ka buzëqeshur. Unë jam një nënë surrogato dhe kjo është historia ime. Nuk e dija që në botë ato që ju jepnin fëmijët familjeve që i mbani në barë quheshin nëna surrogato. Kur mbeta shtatzan për motrën, nuk e dija që ishte si fenomen i përhapur në botë. Unë e bëra për motrën fillimisht, por pastaj pash që mund të ndihmoja edhe të tjerë, edhe pse jo të paguesha për këtë gjë. E di që kjo intervistë do gjykohet shumë, por koha ka për t'i thënë ca të vërteta. Dhe ta pranoni që ka disa lloj njerëzish që bëjnë zgjedhje ndryshe nga tuajat, por që jo me domos të paragjykohen apo masakrohen siç bëhen në komente. Gjithsesi mua nuk është se më ka penguar kjo pjesë. As e kam fshehur sepse e shikoj më shumë si mision se sa profesion. Por mision që më ndihmon edhe mua të jetoj, të fitoj të ardhura. Se nëse e bëra herën e parë për motrën që e kam gjakun tim, për të tjerët normale që dua një kompensim. Dhe këtu hyn në lojë termi nën surrogato. Motra ime është më e madhe se unë në moshë dhe pas që u martua, kaluan shumë vite dhe ajo nuk mbetej dot shtatzënë. Kishte humbur 2 shtatzëni. Çdo përpjekje pastaj kishte dështuar për të mbetur me barë. Ata të dy e donin shumë një fëmijë, por jo vetëm për të krijuar familje, por motra kishte një presion të jashtëzakonshëm, sepse nëse nuk krijonte familje, rrezikonte të humbiste burrin. Nga përpjekja vitet e para, dështimet, në shpresa zero që i kishi dhënë mjekët, ajo nisi ta përjetonte shumë keq. Nisi të shfaqte shenjat e para të depresionit, mendonte vetëm për atë gjë. Ishte ky momenti që mami një ditë më uli dhe më foli gjatë. Aty më kërkoi të ndihmoja motrën. Unë vetë isha 23 vjeç, nuk isha në një lidhje. E kisha humbur vigjëri me një lidhje që kisha, por në atë kohë isha vetëm. Ajo më tregoi se histori të tilla ndodhin shpesh, edhe pse nuk fliteshin. Aty mësova se kishte nëna që mbeteshin shtatëzëna për vajzat. Kunatat për kunatat, motrat për motrat. Nuk ishte një gjë e re, ndaj mami nuk e kishte shumë të vështirë kur ma kërkoi. Ajo ma kërkoi për motrën, ndryshe do e humbisnim. Aq keq kishte shkuar gjendja. Unë isha e shëndetshme nga të gjitha anët dhe në atë moment më duk si lojë më shumë se sa si një mision, por edhe si një akt heroik që do ndihmoja motrën. Për të mund të bëja gjithçka. Ajo kishte 8 vite që vuante dhe unë isha ajo që mund të jepja fund këtij kalvari, pa asnjë lekë. Të kuptohemi. Vetëm me shpenzimet që më ndihmonin, që ndodh edhe në rastet e nënave surrogato, që nuk kërkojnë pagesë, po me që motra dhe burri i saj ishin më në gjendje se ne, ata u kujdesën për gjithçka. Pasi unë pranova, mami mori motrën një ditë, na uli të dyjave dhe ja propozoi edhe asaj si ide. Ajo fluturoi nga gëzimi, më puthët e duart. Më shtrëngonte e qante. Aty u binda edhe më shumë që po, unë do ta bëj. Pasi foli me burrin, ata ranë dakord dhe ne nisën procedurat. Nëse në 2 rastet e tjera që ishte jashtë rrethit familjes, në rastin e motrës përveç një nën surrogato, foshnja, bebi që kisha në bark, tani është mbesa ime. Ka ADN-n time, sepse ne përdorëm vezët e mia me spermatozoidët e kunatit, pasi vezët e motrës time nuk bonin. 9 muaj e kam mbajtur në bark dhe kam jetuar në shtëpinë e motrës dhe kunatit,
që ata të ishin më pranë bebit dhe për çdo gjë kujdeseshin ata. Kisha vetëm një problem që nuk donin ta merrnin vesh njerëzit e kunatit e kishin të rëndë. Nëse do ta kishin marrë vesh, mund të kishte një konflikt të madh në familje. Kështu që motrës ju desh të hiqej si shtatzan për 9 muaj. Sot që e kujtojmë qeshim. Punën më të vështire ka patur pa dyshim ajo. Unë e kam shijuar shumë shtatëzanin e parë, jo vetëm se më mbani si princeshë, por ishte një ndjesi shumë e bukur. Kur linda në një spital privat e u dorëzova vajzën motrës dhe kunatit, ndjeva si kur më morën diçka nga vetja, por zjati shumë pak si ndjesi. Mami më qëndroi shumë afër se kishte frikë mos ndryshoja mendje momentet e fundit, se po e shijoja shumë si proces. Por jo, nuk mund t'ja bëja atë gjë motrës. Tani jam e lumtur që ata gëzojnë një vajzë dhe unë një mbesë. Asnjëherë nuk e kam gatruar si ndjenjë, se kur kam takuar nëna surrogato sot, e flasim shpesh, a ka patur ndonjë moment që nuk duam ta japim bebin, aq më tepër që në rastin e motrës unë nuk isha tipike surrogato, siç ua thash sepse ishte lidhje më e ngushtë me që përdorën vezët e mia. Por jo, ajo ishte mbesa ime, ndërsa unë tezja e saj. Motra dhe kunati më janë përjetën mirënjohës, edhe pse nuk flasim shpesh për këtë gjë. Po, dy rastet e tjera, si rena në kontakt me ta? Po, një shoqja ime e dinte këtë punën e shtatëzanisë së parë, ndaj me të çdo gjë. E me shaka më tha që jashtë kërkoj shumë dhe paguar mirë, pse nuk e provon? Qeshëm si fillim e morëm si shaka. Por pas 2 vitesh që kisha lindur mbesën, do ta gjeja veten prap shtatzënë. Kësaj herë tamam nën surrogato. Jo me vezët e mia, unë kisha dhënë mitrën me qera, aty brenda rritej një bebe me ADN-n e prindërve të saj. I dyti ishte djalë. Shtatëzania e dytë ishte një çift të cilët donin shumë të bënin fëmijë, por gruaja që i kishte ngrirë vezët, dhe aty e mësova edhe këtë si tradice ku dija unë, ajo kishte patur një ndërhyrje në shtyllën kurrizore, dhe mjekët e kishin parë me risk mbajtjen e një shtatzanie, plus që edhe pak më e madhe në moshë, diku te 45, ndërsa burri 50 e ca. Ishin shumë të pasur, bënin jetë qefi dhe në atë moment kërkonin një nën surrogato. Unë pranova. Aty kuptova që ishte një industri aq e madhe sa nuk e njihja. Se nuk bëhe fjalë që merr lekët, vendos vezët dhe u kry. Ja, ta shpjegoj shkurt dhe thjesht se mjekët flasin me fjalë të mëdha. Ditën që pranova, firmosa një kontratë që më ruante mua, fëmijën, por edhe prindërit. Se mund të çmendesha një ditë të kërkoja fëmijën, por jo vetëm kaq, por edhe për garancin rregullat që prindrit vendosin, sepse më kuptoni për 9 muaj, kur ti je një nën surrogato, i jep trupin me qera. Prindrit e fëmijës, ata që kanë porositur fëmijën, mund të caktojnë rregullat, rutinat e veta dhe çdo gjë. Ti je aty për ta, ndaj është edhe një kontratë. Më pas shkuam në një klinikë para procedurës time, vezët fekondohen në laborator dhe pastaj frutën brenda në surrogato. Në këtë rast, te unë. Edhe në këtë rast, unë jetova në shtëpinë e tyre, vetëm se ndryshe nga shtëpia e motrës, aty ishte shumë luks. Kisha shërbëtore, një kuzhiniere që e kishte me recetë edhe ditë ndara çfarë do haja. Kisha një pianiste që vinte dhe luante muzikë klasike 1 orë çdo 3 ditë. Nuk e kuptova kur këtë ritual, po halde të huajsh. Kohën që jetoja në shtëpinë e tyre për 9 muaj, derisa linda, të gjitha faturat, kontrollet, mjekimet, rutinën e ditës, veshjet, kremat, apostafat, çdo gjë e kisha të mbuluar nga prindërit që prisin të lindte fëmia. Plus kësaj, në kontratë paraprakisht kisha edhe një pagesë prej 50.000 eurosh. Kjo bëhet jo për të blerë fëmijën, por kompensohet nëna për kohën e humbur në punë.
Unë nuk isha punë që për 9 muaj të merja 50.000 euro, nuk paguesha kaq shumë, por kaq kërkova dhe ata pranuan. Fati im, po shtatëzania është e shtrenjtë, të marrësh mitrën e dikujt edhe me e shtrenjtë. Biles 50.000 euro nuk janë kush e di në ditët e sotme, po të kisha mundësi ta bëja prap, do ta kisha quar 100.000 euro. Çdo gjë shqyr zotit shkoi mirë, pak siklete muajt e para, po edhe ato nuk më bezdisnin shumë, se në shtatëzaninë e tretë me anëzin, këta ishin të mirë, linda djalë dhe aty mbaroi puna ime. Se çfarë ndodhi në shtatëzaninë e tretë? Deri këtu ta them troç, se fola për lek e do duket sikur po flas për biznes. Unë e kam shijuar tek të dyja. Tek e para më shumë, por edhe te e dyta. Tek shtatëzania e tretë mundësi jeta, ata që kërkonin të kishin fëmijë, kishin edhe 3 fëmijë të tjerë, por donin edhe të tjerë. Kështu që më kontaktua dhe nisën bisedimet. Ishin të fiksuar me binjak, edhe pse mjeku nuk i kishte dhënë garanci, ata donin ta provonin. Shtatëzania e tretë nuk ishte e lehtë. Pata disa komplikacione, 2 javë pas muajit të tretë kam qëndruar në spital dhe prisja binjak, 2 vajza binjake. Deri këtu ishin në rregull, edhe pse ata kishin 2 vajza dhe 1 djalë dhe në dëshirën e tyre me sa kisha folur ishte që të kishin edhe më shumë djem, po hajt më, e pranuan si fakt. Unë i kisha kaluar të gjitha procedurat dhe isha në rregull, edhe me kontratën, edhe me çdo gjë. Unë nuk jetoja në shtëpinë e tyre, jetoja afër dhe në këto raste, ata kujdeseshin për çdo gjë. Pagesa në këtë rast, nëse do sillja binjak, do ishte 80.000 euro. Nëse do mbetesha vetëm me një, do ishte standardi 50.000 euro. Unë mbeta me 2 dhe me zi prisja të lumturoja të familje të re që me zi priste. Të paktën kështu më dukeshin nga interesi që tregonin, edhe unë në fund do merja lekët dhe i kisha vendosur që shtatëzania e 4 do ishte me fëmijët e mi. Sepse isha në një moshë që edhe unë duhet të besha nënë, të kisha fëmijët e mi. Mirë po, plani nuk shkoi si që kishin parashikuar. Kur isha 7 muajshe, ata u ndanë, mëra pika. Kontrata më mbronte, po prap nuk ua kisha besën, ata kishin lek mund të merrin avokat të mirë, ku e ku më shkonte mendja, thash do mi lënë mua këta. Jo se isha kundër t'i mbaja si fëmijë, se fëmijët janë dhurat nga Zoti, po ku t'i çoja? Në atë kohë nuk isha asnjë ndihmë, nuk isha partner, më kapi ankthi, por gruaja, nëna e fëmijëve më premtoi që ata kishin rënë në ujdi, çdo gjë ishte siç e kishin parashikuar. Mirë deri këtu, iku edhe ky siklet me ndodha, pa e ditur që me keqja nuk ishte ardhur akoma. Ditën që linda, një nga bebat lindi pa shenja jete. Nuk arrita do të sillja binjak, vetëm një nga vajzat ja doli. Këtu nisi një tjetër konflikt, gruaja. Nëna e fëmijës u bëbish, nisi të më akuzonte mua që nuk isha mundur ta çoja deri në fund misionin tim, madje duke më kërcënuar që nuk e donte fëmijën, donte të ma linte mua. Se përveç se nuk bëra djem siç donte ajo, as nuk e çova deri në fund. Nga 2, porosia shkoi me 1. Ishin italian, kështu tha. Sigur porosiste mish për darkë, të frikshëm fare. Në atë moment thash, më ngeci, do ta mbaje. E shikoja aq e bukur, më kujtonte mbesë, shtatëzanin e parë, dhe thash, në dreq lekët, nëse ajo nuk do ta marr, unë do e mbaj. S'ma mbante të veja edhe gjyqeve, se në vend të huaj ata do fitonin. Por 48 orë pas lindjes, çdo gjë sikur mori kthes. Ajo erdhi bashkë me burrin që ishin ndarë, morën bebe dhe i qëndruan marrëveshjes. Nuk mora 80.000 euro, po 50.000. Të paktën, çdo gjë shkoi në vendin e vet. Të zgjidhje familje ty apo ti zgjidhje familje? Ishe kritere që ndiqe ti dhe ata?
Ata mjafton të jesh e re, të jesh e shëndetshme dhe nuk ka asnjë problem tjetër, nuk është se ka kritere. Këto të dyja janë më shumë, ndërsa ne po. Unë si një nën surrogato, por edhe shoqet të mia që na ka bërë shoqe jeta, kemi kritere. Se për shembull, unë nuk pranoj të mbetem shtatzën duke shkuar në krevat me burrin, babain që do fëmijën. Më kanë kërkuar se nuk kam patur mundësi të ndjekim procedurat e shtrenjta në klinika dhe më kanë kërkuar hajde ti, shko me burrin tim, jem edhe unë atje t'ju shikoj që s'ka asnjë gjë përveç se një marrëveshje, të të lej me parë dhe kaq. Jo, nuk kam pranuar. Rastet e tjera që nuk kam pranuar janë kur më kanë ardhur çift gay. S'kam pranuar. Edhe pse një çift ishin 2 djem, donin të më paguanin 2 fisi, nuk pranova. Unë jam rritur në një familje me besimin në Zot dhe nuk dua që një fëmijë të rritet pa nën ose pa baba. Më duket sikur hyn në gjyna. Në përgjithësi, arrim t'i njohim ata që janë serioz dhe ata që nuk janë serioz. Përveç rasteve që na the, ka patur raste të çuditshme, arsye të çuditshme që prindërit kërkojnë të bëhen me fëmijë? Po, ka shumë histori që më kanë ardhur mua dhe shoqeve të mia. Një nga shoqet e mia mbeti shtatzënë me fëmijën e një gruaje që tradhëtonte burrin dhe donte ta kishte fëmijën me të dashurin e saj. Burri i tha që barrën e kishin marrë me materialet e tij, po e vërteta ishte ndryshe. Materialet ishin të dashurit të saj. Dhe më e bukura është që ata janë të gatshëm të paguajnë shumë që ne të plotësojmë këto plane të errta. Por edhe ata, si një pjesë e madhe, paragjykojnë se ky është biznes dhe nëse na japin më shumë, ne do pranojmë. Ideja që një grua të bëhet nënë surrogato vetëm për shkak të nevojës financiare është absurde. Ka shumë ignorantë që e shikojnë kështu. Po a dini ju që të hysh në listën e nënave surrogate duhet të kesh një siguri financiare? Do me thonë, nuk duhet të jesh për bukën e gojës, duhet të kesh integritet, një punë, të ardhura për të jetuar mirë, ndryshe nuk të fusin në listën e kandidateve. Gjithashtu kryen vlerësime psikologjike para nënshkrimit të çdo kontrate në mënyrë që të jetë e qartë se nuk je mëndërisht të paqëndrueshme. Nuk ka asnjë ndjenjë mes nënave surrogato dhe foshnjave, e nuk ka lidhje gjenetike mes tyre, se thoni ti që ua jep fëmijën të tjerëve, më fal, e çuditshme do ishte të mos e jepja, sepse edhe një herë nuk është fëmia im. Ai përdor një shtëpi të përkohshme, të formohet dhe pastaj shkon te prindërit e tij. Si nën surrogato, procesi është i mrekullueshëm sepse ti ke mundësinë të bësh prindër njerëz që kanë të pamundur për të sjellë në jetë një fëmijë. Kur lind foshnjë, shumica e nënave surrogato janë të lumtura dhe të emocionuara për prindërit të ardhshëm. Megjithatë, të gjithë janë të ndryshëm dhe disa nëna mund të kenë vështirësi emocionale gjithashtu, kryesisht për shkak të hormoneve të shtatzanisë. Po veti, bërë tani? Jo akoma. Me dëshirën e Zotit shpresoj të bëhem shpejt e të mbaj në krah fëmijën tim. Ka akoma kohë. Jam e sigurt që dhe mua do më bekoj Zoti me fëmijë, siç përmes meje ka bekuar familjet. Nuk jam bërë nënë, jo se nuk kam dashur, po partnerët që kam patur nuk kanë qenë gati dhe kur e kanë marrë vesh që kam qenë nën surrogato, diçka i trëm, nuk e di. Dhe kam filluar që në disa takime që kam dalë, mos t'ua them çfarë kam bërë, sepse në fund të ditës tani e kam mbyllur si kapitull, dua të ruaj veten për fëmijët e mi. Dashur Zotit më bëj nëna.